kanë mbetur vetëm edhe pak javë deri në mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Pra 28 dhjetori pritet që edhe një herë qytetarët të dalin dhe ta japin verdiktin e tyre se kush do të qeverisë me vendin. Pas 9 muajsh krizë politike, ku partitë politike gjithsesi partia më e madhe, Lëvizja Vetëvendosje, nuk arriti që gjej partner për formimin e një koalicioni ose për të dhënë vendit një qeveri. Sot, në Blitz intervju, kemi të ftuar një personalitet shumë interesant, një aktivist shumë vjeçar të Lëvizjes Vetëvendosje, zotin Dardan Krasniqi, i cili për shumë kë ishte një befasi pasi kaloi në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Mirë, po Dardani nuk është vetëm një aktivist, Dardani ka qenë në 3 luftra, pra ka qenë pjesë e ushtrisë ligjore të Kosovës, ka qenë pjesë e UÇK-s në Maqedoni dhe ka qenë pjesë në luftën e Luginës së Preshevës. Dardan, mirë se vjen në Blitz intervju. Mendoj që kjo, me sa e diun, është edhe intervista, por pasi keni adheruar zyrtarisht në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. E para faleminderit, mirë se gjej. Miko jam i çmuar, edhe faleminderit për këtë mundësi. Edhe siç e the ti, jemi tash në këtë valën e zgjedhjeve një barë këgjaran edhe për Kosovën edhe për qytetarët e saj, për arsye se jemi një vend që kemi sakrifiku shumë edhe kemi dalë prej, jo prej një lufte, prej disa luftës, kemi dalë prej një administrate të përkohshme unë Miko që ka qenë, edhe thjesht me një vend që mbahen zgjedhjet kaq shpesh tregon vështirësinë e saj demokratike. Pse kaluat në AK? Domethënë kjo është më shumë domethënë pyetja që kom pa në rrjetet sociale. Pse kaluat në AK? E para, për mua ka qenë këgja një vendim këgja i vështirë për arsye se 19 vjetë me rrugtu me Lëvizjen Vetëvendosje dhe me investuat shumë në pa modestin, e tham këgja me dhimbje, me investuat shumë në një organizim, në shtrirje, në vot, në frym, është shumë e ranë. Mirë po, sukuron edhe shumë tjerë, e unë më i zëshëm për shkak që prej natyrës jam pak kështu edhe rebel edhe revoltuar edhe nuk bëj kompromise me disa parime për cilat njerëzit marrin në rrugtim. Me qenë se jam mundu gjithë kohën kështu me qenë kritik, po disha me veçu një rast kur ditën që kemi fitu zgjedhjet në vitin 2021, unë kam pas bërë atëherë një status se nga se do t'jem zëri më kritik edhe armiku më i madh i Lëvizjes Vetëvendosje në atë që Lëvizja Vetëvendosje e ka momentumin më të madh që këtij vendi të krijojë standardin politik e moral e shoqëror. Më kujtohet ky status. Pa është zhgënjimi ndaj VV-s që kaluat në AK apo çka ndodhi? Po pikërisht kjo është procesi, domethënë Lëvizja Vetëvendosje, me qenë se unë nuk kam hinë në garë edhe nuk kam dalë në aleancë për shkak të inatit të të luftës ndaj kujt, absolutisht. Edhe ata që më kanë nëru, edhe ata që më kanë shoh, unë e veç dashniu ja. Domethënë edhe pse kam shku në aleancë, ka me qenë ky i njëjti. Për mua atë që kanë bërë komandantet politik në politik e kanë prapë zërin kritik, po dhe shokët e mi që kam rrugtu mbi 19 vite, edhe ata e kanë këtë zërin tem kritik. Unë 3 vite ja kam dhënë UÇK-s kështu në lufta, për 19 vite ja kam dhënë Lëvizjes Vetëvendosje. Lëvizja Vetëvendosje duhet muni e tërprune në atë se ka shkel çdo ideal edhe për rrugtimin tonë. Edhe këtë e din shumë, nuk kanë guxim me thonë, për arsye se vetë shoku dhe aktivisti jonë Albin Kurti çon asi mesazhe që nëse je si Dimal Basha, mundesh me bon kryetari i kuvendit. Se çka ka Dimal Basha? Dimal Basha e para punës nuk ka asgjë konatina, po është modeli më i keq i një politikani se si rrugton politik. Edhe është shembulli më i shëmtuar i Lëvizjes Vetëvendosje se si e pranon në gjirën e saj edhe çfarë privilegje jep një njeriu që në studio televizive, kudo që ka shku në momentumet më të këqija, ne që kemi kalu si Lëvizje Vetëvendosje, sidomos vitin 2017-2018, kur ne kemi pas një thymje në asë kohë dhe na ka kushtu shumë për me reorganizu Lëvizjen, pa i na ka qujtë rogat që komunistat, poshtërët lige, pa arsye, në sot muj me bon një feedback, si me thonë,
në rrugtimin tonë politik, sa kemi pas me hile, ajo, po kauzat tona ka qenë të drejta dhe kushdo që i kish bën unë edhe sot, kundër gjykatës speciale, kundër Zednicës, dalë pa hezitim, për arsye se janë dy kompromise dënshme që kanë popullit tonë. Edhe Dimali, nga ai që s'ka dhënë asnjë kontribut, jo pse ka shojt lëvizjen vetëvendosë, pse ka qujt të dëmshme komunistët kuqe, po në atë kohë lëvizja vetëvendosë mbron të kauzat më drejta që e rrezikonin shtetësinë edhe krenarinë e popullit tonë. Pa Albin Kurti qëllimisht po i nxjerr to personalitete këta individ që t'jenë në krye të partisë ose të shtetit realisht, sepse kryetari i kuvendit është njëri i dytë i tretë më i rëndësishëm në vend. E vërtet po mendoj që të gjithë politikanët tonë me sa mojmë na këtë edhe para lufte, edhe pas lufte, janë disi me vendime çuditshme që kanë dëshirë me i thy njerëzit e mirë në korres. Këtë politika jonë, edhe lider tonë kanë thy njerëz të çmuar të shoqënisë tonë që kjo shoqëni e vogël ka rrit me kriju as njerëz se më, po i ka thy në korres. Pse ka ndodhur kjo? Po Pse ka ndodhur vetëvendosje? kjo ndodh. Po keni qenë ju gati 2 dekada. Po kjo ndodh pikërisht këtu kanë qenë zonë, këtë që kanë besuar edhe çka ka qenë zoni kritik. Ardian ka qenë që meritokracia, barasia dhe drejtësia duhet me dominu në qeverisjen tonë. Edhe fjala dhonë me ka parim. Kur ne boll kemi vujt si popull të marrë politikant besimin e popullit e të bë kompromise për popullin pa e pyet popullin. Pra kjo është çrëditja më e madhe që ndodh shoqërisë tonë. Nuk mund Edhe zoti Albin Kurti ka bërë njëjtën sa. Absolutisht që ka bën, dhe për arsye se nuk po du me kriju këtë frymën tash mu më dhem shpirti pëse kam dollë për ati organizimit edhe është pjesa maj lumë të rjetës tem që kam bunë politik, po si jo, dhe me thonë arroganca ti në raport, e marrëm çmimin e energjisë elektrike. Ne kemi rrugtu bashkë, unë e kuptoj njerëzit sot që nuk ju bën përshtypje çmimi i energjisë elektrike. Po mu më bën përshtypje se për ne ka qenë kauz. Ne kemi thonë flajmë i thënë gjillë, pagujmë energjie në shtrajt, unë e kuptoj që në disa fazat çmimet lëvizin edhe mundet mos me ka, sot do të qoftë edhe angazhimi neglizhenca apo edhe pamundësia e qeverisë me ndiku, edhe pse s'janë hiç këta faktor, edhe nëse më lejon do t'i theksoj 2-3 faktorë që janë shumë të rëndësishëm për opinionin me ditë, jo me përdor kauzë për zgjedhje, po pse secili pa marrë parasysh shkon faktura se atit lëvizjes në vendosje se atit PDK-s faktura i shkon. Po nuk e kuptoj arrogancën e kryeministit Kurti që dëllë thotë nuk e keni ditë sa lirë keni pagu çmimin e energjisë elektrike. Po, e vërtet thotë. E para, e dyta Zednica, e treta hajnat në burg. Nuk mundet brosht të tërshme për lëvizjen vetëvendosje, edhe është historia ma keqe se jetojmë në botën e teknologjisë. Unë s'po tham, ka thonë vetë zoti Kurti. Nërdan, ju keni me familje keni lëvizë edhe jashtë Kosova, ka qenë edhe vetëvendosje një prej zhgënjimeve që ju lëshut Kosovën? Absolutisht ka qenë lëvizja vetëvendosje dhe unë... Se pak bë buj ikja juaj, ta them shto kushtimesh në vendet skandinave. Qëra shumë njerëz më kanë mbështetë, i falenderoj edhe ata që më kanë mbështetë edhe sot që mbështesin edhe më shkruajnë, po për shkak që mbështesin besoj në disa vlera për cilat i kam e pa modësi e tham nuk mundesh me i gjetë. Unë për opinionin e kam thënë në studio tjera që me 3 luftra me plagë në trup, me do punë për cilat ja kam pas detyrim vendit tem, nuk po du mi thonë se e konsideroj shumë modeste me thonë kom luftu për vendin tem, se ka qenë obligim. Po jam shkollu deri në departamentin e FBI të Filadelfi. Dhe me thonë, kam dosh me thonë shambullin më të mirë se ka Kosova djem, cilë të rinë do të me ndjekë këtë shambull që luftojnë për vendin e vetë. Në periudat më të vështira kanë ndërtu shoqëri kulturore artistike, kanë ndërtu klubet futbollit, kanë marrë meqe shok në periudat më të vështira, i ka bërë 3 lufta, ka kry shkollim, përfaqëson edhe hyn diku në vend të punës me meritokraci. Po befasia ishte këto. Jo ishit për 15 vite, më shumë ishit aktivist i pa shembull të lëvizjes vetëvendosje. Në momentin që erdh Albin Kurti kryeministër, vlla juaj është në KQZ, konata juaj ministër, jo lëshuat Kosovë. Domethënë, këto ishte befasia, u zhgënyt me qeverisin Albin Kurtit apo pat edhe faktor tjerë?
është pas për shgënjimit që ka ndodhur me në lëvizjes vetëvendosje në momentin që ka fitu garat edhe ka shku në zgjedhje, ka pru krejt llomin politik të shoqënisë tonë. Llomi më më vjen keq pse është femën edhe nuk du më lëshun këtë debat, po me dalë me moza akosare me shit moral politik është turpi më i madh ke shoqëni. Edhe qeverisja. A keni pretendu ndonjë pozitë? Absolutisht. Për mund të ketë qenë ky zhgënjimi? Jo, kush mje, edhe besoj njohin shumë, kur në jetën teme nuk i kam kërku, jam i vetmi aktivist. Që kur nuk i kam marrë as me ditje, i kam dhonë për me bo ndryshimin e madh këtë vend, për arsye se ky vend bëhet. Unë tash se 3 vite kam pas Skandinavien, është vendi më i bukur që ekziston në botë Kosova. Edhe është shumë i mund shumë më bëhe mirë. Pero unë kur asnjëherë as kam mik. Unë kam mik pikërisht pse në qeverisjen Kurti mbi 200 konkurse kam apliku për vendet punës, edhe më dhëmshmja është 200 konkurse. Mbi 200 konkurse ti faktoj. Edhe a dikush turpi më i madh. Turpi më i madh se Domethënë Dardan Krasniqi ka aplikuar në 200 konkurse në qeverinë Kurti, edhe si pranon asnjë prej tyre. Me 5.2 kg arritje. Me 5.2 kg dokumente mundi aplikim për punë ka kushtu 50 euro. Veç me bo fotokopje dhe me dorëzu. Edhe ma turpshme ka qenë kur kanë marrë bre njerëz për cilët kur o privatizu Keku në distribuimin Kec, kanë qenë keq menaxhera dhe kanë marrë fotografinë Skënderbeu e kanë qenë shport bërllogot. Edhe ma keq është që merrshin njerëz që ti ja vdish edhe të kaluan edhe përgatitje. E unë as në intervistë me gjithë ato arritje nuk uftosh, nuk jam ftu. Nuk kanë ftuar në intervistim. Absolutisht jo. A kanë ditë kush është Dardan Krasniqi? Po pse kanë ndodhur kjo? Kjo se këtu pas ka dhe padrejtësi, domethënë për pas. Absolutisht unë kam ikë për shkak padrejtësisë për këtij vendi. Pikërisht për shkak padrejtësisë. Nuk mundesh. Unë jam një djalë që mundona fjalën e dhënë me mbajt edhe me përçu standarde dhe që jemi popull i vogël me dëru gjithë këtë armiqësi. Nuk fati jam unë as mos shofsha, kam thonë shumë herë, le të shërben shembulli jam se shumë njerëz, edhe pse votojnë vetëvendosjen, edhe pse votojnë LDK, edhe pse votojnë PDK, ose edhe Aleancën, edhe besojnë ta, janë zëj pa dëgjueshëm në padrejtësitë e tyre. Pra, ti dele merr votën për qytetarit, edhe nuk e dëgjon shqetësimin që ai ka. E ku ka qytetar më të mirë këtë vend, se ty ta skanon defektin politik që ka në zonën ku jeton, edhe të identifikon me problemin, madje ti as nuk e merr munin me u përgjigj. Edhe kjo është ajo që më ka nxit për shkak kërkesave të shumta me pranon, se Zoti Haradina i kam thonë momentin që ta tham punti ama fshin. Dalim pak tek kthimin politik ose rikthimi tash. Jeni edhe do të hyni edhe në listë për deputet. Po. A i bie keni lloj, ta tham kështu kushtimisht takmarrë ndaj VV-s? Me atë zhgënimin që patët kur shkuat në Finland? Jo, absolutisht nuk mendoj që lëvizja vetëvendosje e para është e turpshme për vetë lëvizjen vetëvendosje një loan me ja dërgu një subjekti tjetër politik edhe me moj disa menje branda. Në rast lani e një? Absolutisht, pa modesti. Ja modeli më i mirë i aktivistit devotshëm të lëvizjes vetëvendosje që asnjëherë nuk ka pas asnjë kërkesë dhe lëvizjes vetëvendosje. Unë kam shkuar dhe kam pastru toaletin edhe kam pastru zyrët, edhe jam marrë me mirëmbajtjen. Kudo që kam qenë ushtar i zellshëm, edhe diligjent i angazhimit të lëvizjes vetëvendosje. Kam konsideruar vlerë të madhe, kam besuar si nuk që ka ashtu kam besuar lëvizjen vetëvendosje. Për arsye se kauzat tona kanë qenë të drejta. Privatizimin e ka shkatërruar, Zajednica për na shkatërron. Gjykata speciale, decentralizimi janë gjana kompromise për cilat politika i ka bërë dëmshme. E me ardhur sot lëvizja vetëvendosje në pushtet, edhe me i implementu krejt këto të këqija. Edhe këti kur reagon me u konsideru vučić ose ligjë serbe, me të vërtetë kjo është lëvizja vetëvendosje standardin e ka prunë prej Vaçe Zeles o ku të kam u Shqipëria ime, e ka prunë në Fonca që festojnë me guma e me traktor. Kjo është shumë e tresht.
është shumë e dhemshme, edhe nuk pe tham se më qohet zemra, po kjo është, edhe i bëj thirrje gjithë ata që kanë mejtë mrena. Po çka ka të keqe nëse festohet me goma? Sepse ata lideri Albin Kurti ka thonë që ka qenë gomë rezervë këtë rast zoti Arjan Tahiri i zotit Bedri Hamza. Do të thonë ka qenë një simbolik që pastaj Albin Kurti ka shpollë edhe Oliver Ivanovicin, qytetar të mirë këtij vendi. E ka shpollë edhe Rakiqin, bashkëpunues të mirë. E ka lutë edhe listën serbe. Po po lufton listën serbe në KQZ. Jo, absolutisht. Ku është edhe vllau juaj përfaqësues i VV-s? Absolutisht, vllau jam për cilën jam krenar për të kaluarën e tina, edhe është një personalitet për cilin e kryen punën shumë me diligjencë, po është i bë dëm edhe vetvetes edhe institucionin ku e përfaqëson. Se mendon që Albani nuk e ka këtë bindjeve? Apo Albin Kurti thotë që veprojnë kësaj? Jo, mendoj që lëvizja me dhimbje tham, po lëvizja vetëvendosje ka arrit me zhvesh njerëzit prej disa parime për cilat unë me asnjë çmim nuk e vaj. Pik. Pa përjashtu Pik. as vllaun, as Bacengane, as Albulinën. Absolutisht. Bacengane një shqiptar të madh për cilën unë përulëm për jetën e veprën. Nuk ka shqiptar më të madh, e ka bën me u përul me Muzakusarit. Që kjo është mjaftues qafën politikanëve. Ju po thoni që Bacengane ju kanë nënshtru Jo, e ka bën me u përul. Politikisht po them, çfarë kupton? Politikisht e ka bën me kosh shefe. Do të Bacengane, një shqiptar i madh. E ka bën Bacengane me atë fjalor. A ja ke thonë privatisht Bacengane sepse është agji juaj? Unë ja kom thonë Bacengane, ja kom thonë edhe familjarëve të mi, edhe kjo nuk është luftë ndaj tyre absolutisht, se kanë përqu si luftë edhe. A di që më tha vajza jame 14 vjeçare kur hyna. Babi tha. Shumë jam se ta din edhe me i përqu disa idiotësi për cilat ti nuk javë ki i bërqë. Ta politika është tani maj keq që eksistan. 14 vjetë. A të shtini në dilema që mos hysh në politikë, vajza? Sepse në fundit smit janë e ardhmja jonë, realisht që na ndikojnë më shumti. Jo, në faktën kam qenë tonë jetën politike dhe të gjithë jemi politikanë. Pas ke qenë garë për deputet? Jo, s'kam qenë në garë për deputet, për kur vendosa me në aleancë dhe asaj rastisi me i pa disa tekste të njerëzve të VV-s, kundrejt tyre. Të njerëzve që janë rritë me mua, i kam mirë mbajt. Po që i ki rritë? Që i kam rritë. Që i kam rritë. Politikisht? Që gruja me ju ka gatu ushqim, kanë kalu në për familje tem, ju kam dhonë mjeti financiare, i kam bon ata për shkak guximit tem e hinë lëvizje vetëvendosje dhe e shohim atë gjumë. A je pendu Dardan për këtë atë kontribut që e ke thonë edhe ndaj këtyne individëve që në fakt ju ke ndihmu, po në fond i bie që jo, se ka vlerësuar atë pjesë. Absolutisht nuk jam i pendun edhe nuk pendohem, i kam bën me vedijen më të madhe, kam besu edhe besoj në ato kauza që ka pas lëvizja vetëvendosje jam edhe unë, e sot nuk është Albin Kurti dhe nuk janë gjithë këta që qirën që janë lëvizje vetëvendosje. Nuk është Armed Muja që e ka krahasu lëvizjen vetëvendosje me listën serbe. Edhe lista serbe nuk luftohet, lëvizja vetëvendosje është i bë dy domet mëdha. Ne të forcu shumë listën serbe. Ata po thojnë kem shtypur veri. Po tash jam të shpjegoj. Jenë trishta. Se dal këto Dardan, veç tani pyetje. E përmendet vajzën, bashkëshortja juaj dhe fëmijë tjerë, a kanë qenë pro që ti të kalosh, të kthehesh në Kosovë s'pari, kthehesh në politikë dhe të kalosh një parti tjetër? E nisë rrëfimin emocional për ato që ta ka thënë vajza, po cili ka qenë reagimi i familjes ngushtë? Dardani, për gjithë ata që edhe po shkruajnë në Alshove Finlandën se është ftëftën kam punu të shkohet fundit që e di edhe ka marrë pagë, një 3 fish më të madhe se presidentja. Edhe ka më dheq kompani në një projekt, ka më dheq punëtor që është projekti më i madhë, Stegra, duke bo në bëden të Suedijes, që është 50 miliard, që është 500 hektar, që është projekti parë në botë me green energy për prodhimin e metaleve energjike, edhe ka dheq qasi atë projekt. Për mu, pjesa më dhemshme shoqënisë tonë janë gërbeqartë.
Si reagon familja, atë mbështeten? Familja Vajza? kam mbështet, familjen kuptimin Gruaj, kam bashkëshortja? mbështetje, bashkëshortën e kam shok. Dy gjana që unë ja kom nejt, do me thonë edhe me batut, prej këtij pikëllimit me shëndru pak edhe në disponim. Dy gjana që kam nejt karshi është qenit opozitori fort edhe qenit burri mirë para bashkëshortës, që prej vitit 1992 jam me të dhe është personi i vetëm që Dardan Krasniqi e ka vendos kokën në jastak me një grua. Urajta tjeri deri në fund tjetës bashkë. Dardan, a i bie kështu kushtimisht që tratuat bacin nga ne dhe familjen Krasniqis, ata gjithë janë VV dhe ju kaluat këto? Si mund të interpretohet kjo? Jo, ma kjo është një betej, unë e ka marrë pjesë shumë betej, e kanë qenë i padisciplinu në luftë. Kur ka qenë armë pushimi, unë se kam dëgjuar në shtabit përgjithshëm, më ndalë kam gjuhë serbë, so kam... A ka qenë e letë t'ja kthe shpinën Bacit Gane? Si ja kom këty shpinën Bacit Ganes familjes tame, jam krahi më i fort i tyne. Ky let merret si reflektim se ata kanë shkel mbi parimet politike, jo mbi kontributin, po kanë shkel mbi parimet politike, dhe le ta marrin si reflektim këtë me pa se Haga edhe gjykata speciale edhe Hashim Thaçi edhe Kadri Veseli edhe Jakub Krasniqi e Recep Selimi janë herojtë e tonë. Nuk janë armiqtë e tonë. Ata duhet me pa politikë, unë në këto pika nuk ka asnjë, unë në qeverinë e presidentit Thaçi dhe ministrit punëve të jashtme Hashim Thaçi, për cilën i kam shërby një kohë, personalisht, jam luftu si në lëvizjen vetëvendosje. Jam hek, prej diplomat vetëri, jam hek prej vetë zyrës presidentit Thaçi, ose në atë kohë ka qenë minister. Më ka bu padrejtësi e madhe. A ka ndiku kalimi juaj në AK në raportet familjare me Bacin Gane, vllaun? A ka ndiku në aspektin familjar flas? Sepse politika diçka tjetër, raport tjetër. Pa ka ndiku kjo, më thonë, për shkak edhe të mentalitetit që kemi si shoqënisë. Familja jo e ka një specifik, po jem shqiptar të mëdhaj, për cilët ne kemi ndërtu zonën e lirë të parë të luftës, kemi ndërtu këtë armë që i kemi ble me pare tona, këtë organizimin e kemi bo me pare tona, i kemi formu njësitet në Ravec edhe në Sarik, kemi shpallë Malisheve në Zotë Lirë, aty ku ka qenë shtabi përgjithshëm zyra Vilhelm Vokerit, aty ku janë prodhu uniforma, emblema në shtëpijen tem. Edhe ne kështu e kemi edhe politikën e kontributin për kombin. Unë veç jam një ushtar më shumë, edhe i Albanit, edhe i Lenës, edhe i Bacit Gane. Pra veç një ushtar më shumë, për cilën prej asoj vetëvendosi që s'ma kanë la asë një derë, mi kanë byllë gjitha derë, ta s'fshin se nuk ma kanë la me fshin, zyren, në një njeri që ka shumë që mi dhonë këti veni. Edhe ata që kanë punu me mu e dinë se qëfar virtyte edhe qëfar pasioni, zele, me qëfar diligencë kryjnë Dardani punët. Dardan, para se të hyjmë tek veriu, lista serbe, e kam veç edhe një pyetje. Në mënë për çështën e kalimit nga vetëvendosja, do thotë në AK. Nëse kthejmë pak, ata të PSD-s kur kanë dalë, edhe disa individ tjerë i kanë etiketu shumë. Po ty sikur nuk, as patën godzem, as ka ndodhur, nuk është që të kanë sulmu shumë. Besoj ke përcjell rrjetet sociale çka ka ndodhur. Unë i kom përcjell. A i tutën Dardanit? Jo, absolutisht Dardani është, dëgjoni jo mënu Ardian me çu mesazhin më të mirë kur kanë prezantuar vlerat e luftës. Po për shkak parimeve tua. Absolutisht, për arsye se secili deputet edhe aktivist i lëvizjes vetëvendosjes se unë nuk bëj kompromise me parimin edhe me rrugën e sakrificës që e kanë dhënë mira aktivist devotshëm që në gjungën më popullore, për thamë, lëmë Kosova që i ka, lëmë familjet e tyne që i ka, edhe lëvizja vetëvendosje duhet me konë krenar me ata aktivist, për cilë e kanë hup datën e provimit, e ka hup ditën e martesës, e ka hup shancin më marto. Ka si rast të ditën e martesës për... Ki aktivista devotshëm që kanë qenë edhe janë zavendës ministra kësaj qeverie që për vetëvendosjen e ka hup edhe shancin e martesës. Ki aktivistet vetëvendosjes deri këto ka qenë idealizmi. Absolutisht. Edhe janë një armat e tërë që lëvizja vetëvendosje i ka hull në sport, i ka hull në sportat bërloge.
unë nuk jam marrë këtu me hedhë gur, ndaj një shtëpie për cilën e kam ndërtu me dhimbje, me sakrificë. Me qenë se unë nisa për një parimi e nuk muj me u largu për këti parimi, e që është një fjale madhe që përdorin një popull shumë i madhe që janë Amerikanë, dhe të sinqirtë e thëtë vërtetën çdo herë mençuri vetëm atër kur du, unë nuk muj me u bëj mençur, po vetëm i sinqert. Lëvizjave të vendosje ka një armat të tërë të aktivistave që kanë sakrifiku edhe ka shkatru jetën e tij. Edhe sot Albin Kurti edhe lëvizjave të vendosje i ka zavendësu me menjë. A nuk është pak termi rënd? Absolutisht. A di Ata pse? që sot janë edhe funksionarë Është të rrisht që për thamë. Nuk e thamë me krenari. Po domin që ja bën lëvizjave të vendosje vetës. Edhe ne sot jena në botën e teknologjisë. Shohëm filma, shohëm emisione. Jemi marrë me mitet e me legjendat e luftës. Edhe deshe se ku kime përfundu nëse, ose ti ku përfundon nëse hup një mik të çmueshëm që në kohën më të vështirë të ka gjetë, edhe zavendëson me një rrogaq. Ku përfundon? Po ideja që këta në vetëvendosje po thonë që baba është e gjithçka, s'ka pas, domthonë aktivistat kanë kontribu, po kështu shprehen që po i thonë Albin Baba, domethënë vetëvendosja ka një lider që është shumë i fuqishëm, pavarësisht gjithë këtyre që përmend ju, nuk ka dalë mirë në zgjedhje. Ju e dini, do thotë në zgjedhjet e fundit para 90 muajsh, doli partia parbendshme me 42%. Edhe ju nëse do i fol për faktin që e ka forcu listën serbe. Tash kthehem domethënë këto. Kurti dhe VV po thonë që ne e kemi shtiru veriun, ta them kështu kushtimisht. Kuptimin që janë largu strukturat, domethënë sa dhe kem logon e shtetit ton, flamurin e shtetit ton. Pse ka forcu listën serbe? Ka kë konstatim? Unë i përullëm punës që ka bërë zoti Kurti në pjesën veriore. Edhe çdo arritje që ka bën këtë vend. Ke djeshte betimi mdukët ose bëhet me të pasin nëse ka qenë ndje kërkoj ndjesi, edhe ishte një titull me një gazetë prestigjioze, thëtë kryetarët e komunave veriore nga shqiptarët zëvendësohen me serbë. Profituesi zgjedhjeve lokale është lista serbe dhe të komuna. Ne. I kemi flamujt në Graçanic. 2. Veriu shliru në vitin 1993. Listën serbe e luftën duke mos krijuar miqësi me shqiptarë. Listën serbe e forcon duke krijuar miqësi me shqiptarë. Pa e pelofton KQZ. Po dëgjom, edhe këto KQZ-s ka me sharu Se kështu. këtu po thirrën ta. Po thonë sikur parti tjera më na mbështet neve, në KQZ na kishëm eliminu kështu kushtimisht listën serbe. Le jam kështu ta them. Si dore zgjatë e Beogradit. Serbia, armiku më i përjetshëm i shqiptarëve, nuk luftohet në këtë formë. Kjo është folklorizëm politik për cilë lëvizjave të vendosje me dije, po forcon listën serbe dhe po e dobëson mërgatën shqiptare. Lejem ta tham pse janë dy kauzat. Se ka pas një konstatim. Lejem, po të flas me kompetencë, me përgjithësi. Edhe Dardani do më kriju model, unë nuk kom hinë gorë me po deputet, asë nuk e kam atë ambicie, edhe pse i falenderoj mija me njerës që më kanë bështet. Po edhe nëse bëhem, du më bëhem modeli ati deputeti që nëse nuk e manë fjallën me të hullë qytetarë të shport bërlogje. Veç kështu hecëm për para, nuk hecëm ndryshe. Fjallë edhe do të më majtë. E dyta, pse për forcen? Serbia luftohet veç të zhvillu arsimin, mirëqenjen, të zhvillu ekonominë e këtij vendi. Edhe të janol Hamovicve kontrata që janë shumë reale të energjisë elektrike. Lista serbe nuk luftohet në KQZ, për mi thonë diasporës tam të dashër. Nëse ti Ku luftohet? luftohet të zhvillu Kosovën, edhe luftohet kur ki ministër që kanë kredibilitet, edhe jam arëndosjen. Pe tha me shembull, nëse ti e qytetar i një veni
që keni president kriminal. Edhe dënë me kalu kufinin e Kosovës me shku për Gjermani. Nëse je në listën që ke bo krim, e qenë institucionet e sigurisë dhe drejtësisë ato që ta marrojnë adosin, jo KQZ-ja, ti e ki pasaportën, po ti nuk mundesh me dole jashtë se je me president kriminal. Nëse nuk ki, ti e kalon, ke bo krimin, po përderi sot do si nuk i ki në kufi, polici nuk nalë. KQZ-ja është, jo që nuk është institucion një rëndësishëm, po ne bedim, KQZ-ja nuk ka mandat. Ka Ministria Punëve të Brendshme me informata që merr prej policisë, prej AKI-së, prej instrumenteve tjera të sigurisë, për me abo dosjen listës serbe edhe mos me certifiku. Thash është vetë zoti Kurti që i ka shty zgjedhjet para 2 vite ose 3 zgjedhjet lokale me prit listën serbe. Është Mimoza Kusari që ka bo marrëveshje dëmshme në vlerat më të mëdha kësaj shoqënie në listën e veteranëve të UÇK-s për pagat e veteranëve. E kanë gjetë këtë element, edhe është manipulim është në strategji për me manipulu dhe diasporën. Pse dhe diasporën? Çka po ndodh? Keni jetu diasporë. Ta është trezor. Zoti Krasniqi. Ata masovisht të mbështesin. Bile janë shumë tashpra në rrjetet sociale, domethënë që jemi marrim pjesë në debate televizive, vazhdimisht na etiketojnë. A ke mujt me vërejt pse ndodh kjo? Pse kjo është propagandë llojeve të veta, tash i kiti zgjedhjet në ku janë marrë në Moldavi apo në Rumani që dikon bëhet president dikush që nuk është i njohshëm në politikat e vendit me mbi 1 milion si me thonë shqip, e thamë që jo akont për gjërëllogari ose profilet të Facebookut. Propagandë, na shqiptarët jemi sindromi i asaj që me ushqy veten me të pavërteta. Do me thonë, na jemi rrit si shoqëni se nëse ta the dikush të vërtetën, krijon armik. Për shembull, nëse ti më thu Dardan, unë ta jap votën, ti am shtin nesër në punë, unë nëse tham jo se unë nuk muj me shtin punë, se s'është as pozita as fuqia e me shtin punë, ti unë ta tham të vërtetën, ti zhgënjehesh. Nëse të rrajt tham po të shtin punë, edhe ti fakti din që s'ka mundësi me të fut punë, po ti thu hajtë se na shta ndodh. Do kjo është një farë sindromit e na. Albin Kurti dhe vetëvendosja janë të dëmtu diasporën atë shumë. Llogarit që janë të dëmtu. Në vend që me pushtetin që ka pas lëvizja vetëvendosje, me frymën që ka kriju, me thonë diasporës që merr një pjesë, llogarit bën qytetin tem ne muj me pas ku komjetu në Finland, muj me pas 4 ansambles, muj me pas deputet. Shqiptarët janë përçan, refuzojnë me marr pjesë në vendet ku jeton me gjell përfaqësues të vetë, edhe me konë këtë një fuqi, po Somales ka. Se janë obsesionuar. Somales ka. Ndaj zotit Kurti. Pse është një farë obsesioni. Pse pjesë sojnë jam edhe vetë, po jo me kuptimin e qëllimit keq. Ne kemi pas bindje që Kosova ka mujt me qenë më mirë. E kemi mohu çdo arritje të vani, llogarit të fol me një njerëz që sot nuk i ka pranuar ndoshta simbolet e Kosovës, dhe fëmia jam se pranon simbolin e Kosovës, pse kemi thonë që do të me ka bashkimin kombëtar, sot me bashkimin kombëtar nuk je kërkon hiç, armiqësitë më të mëdha në ardhen e Kurtit qeveri, në një momentum ku shqiptarët ka qenë fuqi politike, Dritan Abazoviqi në Malzi kryeministër, Edi Rama në Shqipëri, kemi pas Talat Xhaferin kryeministër Maqedoni, shqiptarët i kemi pas këgja me fuqi politike Preshev, lëvizja vetëvendosje i përçajti. Do të thonë ja hapi mogjën. Pak këtë efekt? Qështë nuk është këtë, që që ka ndodhë shqiptarët në Macedoni? Kurti? Ka fuqi të madhe? Po Me përçat diasporën, kur jemi në 2025, njerëz jetojnë ato vende, e shohin pak a shumë jetën politike, sistemin politik, qysh kam rri? Po që unë kam thonë, edhe është këgja me kësë me thonë kozgje, dhe këto që këgja një fajtë madhë pëse Kosova ka stagnu është pikrish për shkak të mërgatës. E mërgata është pjesa më e lavdishme këtij veni. Pjesa më e dhimshme. Edhe so njerin e mirë e ka mërgata. A di çfarë kapitali kanë shqiptarët? Po javë ka thy kurrizin. Kjo qeveri, me këtë mentalitet,
leje ma që shqiptarët nuk pikthen për zgjalli për i mërgate këto. Për zdekni ja. Shqiptarët po vërrosen në mërgjem. Po blejnë për rona edhe po vërrosen në mërgjem. Po pse? Pse? Nëse e mbështesin ka shumë pse? Kjo mbështetje është një farfryme, nuk është substancë. Okay. Është një farfryme e profileve, e fotografive, me dal me ato, me dal me ato. Çka prini si do të votoj me 28 në diaspora? Sepse kanë mundësi që shumica të vënë edhe fizikisht. Atë do të ndikojë në rezultat zgjedhor. Pe thot një djalë që sot ka rënë në familjen teme që janë bërë pjesë e aleancës, për cilën e falenderoj Zotin Haradinaj shumë për mundësinë që e ka dhënë. Jam marrë me ndërtu as qezin politik, ose pajen, as me e ngrit lavdin e tina, po jam konë shumë impresionun atë frymën që kam pa aty. Po mërgata, le të vazhdo ta votën Albin Kurtin. Po i drejtohem veç Albin Kurtin votëne. Po as 50%, as 40%, as 30%, as 100%, me këtë mentalitet politik, me këta njerë që ka quf në organizat, quf në qeverisja, me këtë ekip, Kosova ka të garantu në dështimin. Këtë qeveri është e paft, me këta njerëzën paft. Jeni në një parti, ku lideri i saj, Zoti Ramush Haradinaj, ka thënë ndër tjera që Albin Kurti punon indirekt për Rusinë edhe Serbinë. Në shumë deklarata, sidomos shpesh ka shku për te, domethënë me fjalor shumë të rëndë. Çfarë mendimi ndoni? A ka gabu Zoti Kurti me këto Zoti Haradinaj për Zoti Kurti në këto konstatime? Në fakt mirë e ka gabu Zoti Kurti se njerëzit nuk e dinë rrugtimin e Zotit Kurti. Çka i bjen? Që i bjen se le ta përcjellin Zotin Kurti, so fjalimet për me ngrit na politikisht, duke i falendru pikrisht shoqatat e familjeve dëshmorëve, me ftesë si liderive të vendosjes në momentume të ndryshme ka marrë pjesë me 24 mars në Glogjan për ta lartësuar figurën edhe luftën e drejtë të Ramush Haradinaj dhe familjes Haradinaj, që është brezi më i çmueshëm i lavdisë e krenarisë sakrificës mas familjes madhe Jashari. Nuk ka eksponent prej zonjës Gërvalla që u rrit me ninullat e Jusuf Gërvallas, që nuk ka fol fjalë më të pista e më tëllta për Ramush Haradinaj. Kanë gabu këta? Po në pyta ka gabu Zoti Haradinaj? Për me dollë këto, Zoti Haradinaj ka gabu dhe ka gabu rënd edhe nuk jam në agjun, edhe pse, me dhimbje po e thamë, cili do shqiptarë, që dënë me populizëm, me përqa shqiptarët, ja bën argatin udbës. Unë e kam thonë publikisht. I kam thonë bilin me një debat, dhe një njeri që respektoj së më Nasimit, tash me thonë të bashkë, të njerëzit që shpjetu Nasimit të bashkë, këtë kuptim. Pa e mora si shambull Nasimin për shkak vlerave të maja që i ka. Tash po ku t'i këshyrë të njerëz e politikës, e të luftës, e të burgosit politike, idealista, ka i t'i bojnë do metoda kondër njëmi tjeti që shi ka bo udba. Unë e ti që si në të bashkë, po metodat e udbës për i bojnë. A pe bojnë këto pavedije? A qëllimshëm? Sa dhe kjo ka shumë rëndësi? Po, do me ka një rezervun, po mendoj që një njeri që është i lexueshëm edhe ka në shtëpi një bibliotekë të librave, nuk i bojnë në rasisht. Ta është egoja, është i nati. është, si qërë, është kjo sindromi pushtetarëve cilët i tjetërsen. Shoqënia tonë, në fakt, mas pari ka ndodhur një sindrom që është në Amerikë shumë, është prezent, po ka shumë institucione preventive, është dumping down i farë sindromi, që me përkthyer që vjen një farëshqitje të poshtë që në secilin institucion ka mekanizma që kujdesen që as media, as politika, as një institucion mos me kriju lajme ose film ose program edukativ ose program artistik për cilën ndikon në me reduktu kritikën e qytetarëve. Zoti Krasniq, që jemi gati në fund të intervistës, më intereson pak më shkurt, a dësheni të mundshëm një koalicion VVA-ke? Edhe cili është ndërmjet shumë shkurt. Nëse ma lejon, se ka marrë një çështje në fund. Nëse ma lejon e para, qytetarët e Malishevës për herë të parë kanë
në dorën e tyne me zgjell një djalë për cilën nuk i nështrohet partive politike. Në Malishev, pajtonë me këtë konstatim. në Malishev kemi pas deputetet të në partive politike, po asnjëherë nuk kanë qenë zëj qytetarëve. Pra, ne vazhdojmë me pas ujë, vazhdojmë me pas rrymë, reduktime tash për atë rrymës, edhe deputet. Pas Fatmir Limaj që ka qenë në zënës kryeministër? Pikërisht Fatmir Lima deri te këta deputet të sodi që ka pas lëvizjave të vendosë janë ata që me vedi dhe pa vedi në heshtje dhe do e shtrin korrizin, nuk kanë folë dhe nuk kanë punu për ego personale e për përfitime politike, kanë lënë Malishevën edhe qytetarët e saj pa ujë dhe pa rrymë. Edhe sa herë e din qytetarët e Malishevës se çka kanë bën në cilën institucion ku kanë punu për ta. Edhe mendoj që në dorën e tyne kanë sot momentin që me zgjedh deputet për cilët i mbrojnë interesat e tyne. Fakti, mbrojmë interesat tonë, që Malisheva nuk dallon politika Malishevës në asnjë subjekt politik për arsye se është një gardë e vjetër e politikanëve që prej viteve 90 që nuk dojnë me lënë trashëgimtar politik, nuk dojnë me kriju frymëtare dhe nuk dojnë me konë zëri qytetarëve, dojnë me konë zëri liderëve politik për interesat tyne. Këto njëva me bërç, me thonë për qytetarët e Malishevës. Për mu nuk dallon në mendësi politike asnjë parti politike në Malishev, për këto kam zgjedhur edhe aleancën për arsye se ka fuqi më të vogël politike edhe hapësira e madhe me punu edhe me mbrojtje qytetarë ka qenë më e madhe. Edhe pyetja ishte se Krasniqi kam edhe në fond një pyetje, opinioni publik e din, ndoshta një pjesë nuk e din, një vllai juaj është në burgun, domethënë e Maqedonisë, komandant Malisheva, pra vazhdimisht edhe keni shkruajë, po a kanë kontribu institucionet tonë dhe në çfarë kushtesh jetojnë ata domethënë qytetarët tanë që janë burgosën atje. Se besoj ju e keni vizituar dhe keni kontakt me ta. Unë i kam vizituar edhe kam qenë përfaqësuesi më i denjë i tyre. Ju kam përcjellë. I zëri tyre, ata jetojnë në kushtet e mjerueshme, po janë aq të fortë, se janë shoshni brez ka qaj artë, unë kam thonë shomer, si dëni konsiderën, ata janë qytetarë të i veni edhe janë vlerë e këtij veni, janë trimat mëdhaj, edhe shoshni ka për ta. Gjitha lutra. Me qenë se du më bon prapi sinqert jo i meqën, pikrisht një ndërthyrjet më të madhe e imja është me qeverien Kurti për djemtë e Kumanovës. A ka bo diçka Albulena Haxhiu si ministër drejtësisë dhe Albin Kurti si kryeministër për ata djemë, përfshi komandant Malishev vllahun tuaj? Çka është e vërtet edhe çka di, edhe thuhet një fjalë të njeriu mundet të me besu gënjeshës, po edhe pse vazhdon me besu, ajo vazhdon me qenë gënjeshë. Njeriu mundet mos me besu një të vërtetë, po edhe pse nuk i beson, ajo vazhdon me qenë e vërtetë. Grupi Kumanovës nuk është ndihmu as për krah, as moralisht, as financiarisht, as dhëmshmërisht. I kanë bërë lëvizje vogla sot për kozmetik, po aja jo që është e pamjaftueshme, po aja është turp edhe është e papranueshme. Do thotë grupi Kumanovës thyme më të madhe ka pas për kësaj qeverisje. Pra si mundësinë ka pas të madhe. Edhe më vjen keq pse e tham, por kur jam dal unë, edhe kam thonë për shokët e mi të luftës që kanë udhëheq. Se që ka ndodhur me rastin e grupit Kumanova. Përveç zotit Haradine që atëherë pa ndodhi një shumë për ta, familjarët e kanë barë të madhe, e blejnë me ushqim, me pajisje, absolutisht nuk mirë, absolutisht madje qeveria e vlejnë që kanë ndryshuar atje edhe është pikrisht në linjen anti-shqiptare. Vleni thoni që është anti-shqiptare? Është në linjen anti-shqiptare, edhe nuk ka tradhtim më të madhe se Albin Kurti me liderët e Vlenit ja kanë bërë Kërçovës. Do të thonë, Vleni me mbështetjen e Kurtit ja kanë dhënë Maqedonëve, Mickovësit ja kanë dhënë komunën e Kërçovës me udhëheq. Kjo është edhe më sepse be tham, është kosto, po kjo është terreni atje. Për herë të parë, Maqedonia, që ka që 2 vite e shtin në funksion fletarësisë ndaj ushtarëve të Kosovës që kanë qenë pjesën
e UÇK-s kombëtare. Sa herë shkojnë në ndalna. Më thonë, mos flasëm për gjona tjera që ka bo. Tash, që ashtu ndodhë me rasin e grupës Komanova, aty njësitë speciale ushtarake janë prej ekstremizmeve më të mëdhenj Maqedon, po vjen keq se për thej një betim, po grupi Komanovës sët edhe rrihen, edhe maltretohen. Rrihen. Po, edhe kështrajtohen, edhe zyrtar shqiptar që nuk reagojnë. Ata e vujnë me lëkurën e vetë. Ata e vujnë për dhunimin me lëkurën e vetë, familjarët e vujnë me barën e vetë pjesën e ushqimit. Edhe s'ki kuna me i trokit. Përveç që s'ki kuna me i trokit, se ki as dëmshmërien e ti institucionin për cilin qytetarin e ka vot, po mas vote e hedh në kësht plera. Zoti Krasniqi, të uroj sukses në datën 28 dhjetor, edhe të falenderoj shumë për kohën dhe për intervistën. Faleminderit juve, uroj që tjetë proces i marë ky zgjedhjeve. Është një moment që qytetarët do të me pa pak më ndryshe se si me votu edhe si me konsideru këtë proces. Faleminderit.